Kur të flasësh për mu, bën e zurmën shumë të madhe. Ti e mole, hap, muj ti e të mersh, me qa ke? Ti qa ke? Pse Muj na kanë dhënë ato detyrë followers, ta një kësa tanë që t'na kontrollojnë jetën për një ditë, dhe ishte sfidë kjo. Dhe kjo ishte sfidë. Ishte Ka thënë komentuesja Juliana Zgurë që t'ma fusësh mu më shpull, ha? Po. Po ndjekim pra që na kanë thënë followersat për një ditë. Bëni si kur ju përndjek dikush. Unë këta da bëj shumë i me thënë drejten, se ditë bërta si drejshi. Kush e ti që më përndjek? Kush e ti? Pse për më përndjek, largo! Kush e ti që më përndjek, largo! Largo! Guys, help me please. He's following me. Angel shot, please. Guys, SOS. I'm with them. I'm with them. I'm with them. Kush e ti që më ndjekëre? Kush e ti? Kush e ti që më ndjek? A ka mundësi mos ndish me atë kamerë? A ka mundësi ik? Ik me qëtë kamerë, bon doshe! Do me policin, për zot do me policin. Do me policin për largo. Luna merë për policin. Bëni si të huaj dhe pastaj flisni shqip. Excuse me? Që thua bu? We're from Thailand and we want to know where to buy a balakrume. Here in Albania? Here in Albania, typically is Elbasan, typically, but every sweet sweeting shop. Every sweet in shop. What about But Elbasan. Elbasan? Elbasan. Elbasan, okay. Okay. Ah, okay. Paskan Elbasan. Paskan Elbasan? Okay. Hi. Excuse us, do you know where we can find ëmbëlsira here in Tirana? Ëmbëlsira. Yeah. Like balakume. Do you know any place? Or like tort me çokoladë? Mos është kjo që është me akullorit të fyllur. Akulora? What is akulora? Colora? Drejt. There. Shkojmë aty drejt, do me thënë. Te. Hajde, për qapi, jemi se mi jemë. Balakume, do you know where balakume? Sugar pare. Akulora? Yes, e kjo blu. There? Kiosk. Blue? E bluja. Balakume and sheqerpare? Sheqerpare, akullore. Akulora, what is akulora? Right there. Akullore, po. Katje? Po. Katje do me? Shaka bëni juve. Hajde, për qapi, lajtë Hi, can we ask you a question? We're doing a vlog here in Do you Tirana. know where balakume, where is balakume here in Albania? Balkona. What do you mean ska? What is ska? Balakume, akulore, tort me çokoladë. Like a sweatshop or something? There? Shiko. Hajde, mi zejtësim bashkë. What is that? Do vini që? Vi me ty? Po, po shkime. Je shumë. Je so e mirë. Vini atë kësa dhe ro kësa. Sta gjërat të gjitha. Edhe kësaj të gjithë që ajnë në shpalin, ma e so e mirë. Sfida tjetër, puthni në buzë kolegët, hajdeni me mu. O misit puth pak në buzë? Kosti, puth pak në buzë? It's your turn! It's your turn, come here! Puth pak në buzë? Puth pak Po të flasëm dash, ka rikë këtë tjertë. Kristo që vërë? Të të puth pak në buzë? Buz? Hesto, wow, si për këto femër nuk gjokër kush. Ty puth pak në buzë? Hajme të puthi qikë mas i bajt, ja të puth ty. Hajde këto, hajde këto. Hajde këto thash. Ikoj, hajde të puth, wow. Sum dash ka skush, marë.
Po të pak më buzë, Klea? Jo. Megli, do refuzosh? E pulla një! Do you think the tourists should not be allowed in Albania? Who? Tourists. Well, we are tourists. What would you do if he said yes would go? Yes. What would you do if he said yes would go? Do you speak English? Yeah. Okay, I see. Do you think I am the most beautiful girl in Tirana? Do you think? Sure, of course. Yes. You do, yes, thank you. They think I'm the most beautiful girl in Tirana. I didn't even ask them, right? Chukulukuzi? Okay. Okay, and then you like, or not? So, Do you think you should not be allowed in Albania? I would say we should be allowed in Albania. Am I the most beautiful girl in Albania? No. Why? Because I've seen way more beautiful women here. Why? Have you seen another woman? Yes, everywhere. Albania has so much beautiful women. So I'm not beautiful. I didn't say that, but I just said you weren't the most. You said that. I said you weren't the most beautiful. Just so you hate me. No, I don't. Have you tried mood? It's like a traditional dish here in Tirana. No, but could you recommend a place for that? You can find it everywhere. Okay. People sell it. Mood. Yeah. Okay, no. Okay, so you should try that. Okay. It's my personal favorite. What about abu belakaka? I don't know. You don't know what that means? No. That's traditional dish in Albania. Have you tried it? I don't know. We have our own music. It's okay. Se jam çun Tiranë, për shpjesh është një. Thank you. Dhe ishte një nga kërkesat tuaja më të shumta që ne të bënim roast gocën dhe debatin, po. Totalisht fansat e skandales thanë, do e kontrollojmë jetën dhe duhet të shani gocën. Ishte ju na Çfarë detyruan. rastësie, kështu ishte emri accountit. Oh, wow, me vërtet, totalisht fansat e skandales? Po, hajde, i plotësojmë dëshirën tani. Por edhe për zysha që kanë ndikuar sado mirë, sado pak, për letrat e kopimit, besoj se dhe ju keni pasur këto halle, për zarfet me lek. Të lloj strukturimi fjalie, për zysha që kanë ndikuar te letra e kopimit. Për zarfet me lek, po se kuptoj kush zysh ndikon për mirë te letrat e kopimit. Kush zysh të thot na i letër kopimi? Kopjoze, unë jam një zysh shumë e mirë, jam ndryshe nga të tjerat. Ore të ndodhte zarfa me lek zyshat në orë të pushimit. Belly dancer, me zarfat me lek me kalamaj. Mami mua më tha do të çoj në kolegj gocash. Dhe unë fillova duke qarë, keq fare, i thash po më çove në kolegj gocash, unë doja licea Çuna. Unë doja çuna dhe fillova duke qenë do çuna. Më jep çuna. Ma sa më çoke kolegji gocave. Do çuna. E pritshme nga Klea me të drejtën, është çiklo zonjare. Unë dhe Ema kemi një gjë të përbashkët që janë skinny jeans. Mendova se ishte IQ-ja. Do të ishte tjetër për s'ma them, okay. Mendoj që ishte bashkësia e dy neuronave. Inteligjenca. A mund të ngrihem? Regjia mund të ngrihem? Oh my Krisi nuk god. duket keq, ë? Se Jo, Kristalli nuk duket keq për formatin e trupit të saj. Me i vesh dikush tjetër, për shembull unë, si mund të dukem. Di, kishte ka goca. Nuk dua të bullizoj njëri. Po e më debullizoj, si thot. Pas ka fare byt. Sikur po bëjnë konkurrencë byt, të çohet Kristalli. Regjia mundem? Regjia mundem? Dhe Ema, në fakt Kristo të shkojnë, po shifim një qik regjia dhe bytë e mira. Kush i ka më të mira? Se Ema jep Kristit momentin e vet, Kristi kur flet Ema se s'do më bullizoj. Zdo ta bullizoj, por që janë ca goca që duken shumë keq kur kanë gjinse. Ema? Mua zysha më ka rrahur aq shumë. Filloj. O nuk e keni idenë sa më ka pas rrah. Një sekond, flas. Raja është dhunu. O za më dhunon të zysha më dëgjinon plasë të tonë. është përqesh, është super lot. Në gjimnazmi? Jo, unë po flas për një zysh se traumat e mia kanë filluar që në vegjëllim. Për të gjithë të që po e shohin këtë episod, nuk është normale që t'ju rajnë në ambientet e shkollës, mos... Jo,
Syonka? S'është normale zemra. Por jashtë, Jashtë është okej. jashtë është super normale zemra, me degeneru jashtë me trafën, ka për flokës jashtë ambienteve të shkollës, është Son super pasaj nuk normale. edukon gollë. Shumë e mirë, por sa herë që unë çohesha në tabel me këtë veshje, që ndoshta sa kohë s'e kuptoja po tani i vë të drejtë, ajo më shikte pak shtrëmbët mua, dhe unë s'e kuptoja pse. Zysha të pa Krisën, qa byde baska kjo, sa e Ka më mirë shumë ta shik. unë, ta ullë. Wow, ku e ke bërë mi, ku e ke bërë? E ka të bo me vdek, me ullu 4. Tërgoja qikë zyshës ku e ke bë fix, si e ke bë? Më vjen shumë keq për ju, po. Jo, mos të vi keq fare, ne jemi rritur me gjithë mirat. Unë e kam mësuar ta Më që e ka rraf do të zysha, për jam rritë shumë mirë. Jam shumë mirë. Jam super. Ju shifë një problem me mu? por kam pasur një traumë tjetër personale. Mua pëlqente shumë të lyhesh. Traumatike. Kjo që ka fix për temën, Ketalina shoh se kanë seanca e parë. Ose më më thënë njerëzit përjetojnë shumë trauma në jetë. Lyra është. Po, lyra e make-upi është traumë shumë e keqe dhe shumë e Unë sa po e përjetova sot para emisionit dhe nuk kam marrë vetën. Simpatizoj shumë me situatën e Kristianës, se është shumë e vështirë të kalosh një traumë lyra e make-upi. Shumë e fortë. Zyshat më të mira për shkakun që të suportonin, që të ngrenin humorin. Dhe ne nuk e kuptojmë se sa Ose ma ka që gjithmonë sa zysha që ishin shumë të mjetë, suportoni, po nuk Më shka trakuini, se kam po dhe i muzikë shu, slow, sad, e kupto që se po do thoshtë një gjë shumë bukur ema, po ju nga trugoja. jeni gati. Më gati se kur. Hajde. Jeni gati! Duam pyrë se për jetë. Hajde, se kalova pastrova pak fytin. E kemi. E dashur zysha ime biologjisë Anila, makthi im I korridoreve. Hija ime, sa herë dilja në 5 minutë, Gjysha ime dashur ti vdeksh. Anila si kështu si demon paralize. Makthi im, sigur më blokoj, shikta Anilën në cep domës që po e kam. Ti ishëm bërë me gjithë zë. Hija ime, që gjë të Kristolli. Kristol, Anila! Anila, ku jenë? mos kur kisha veshur këto xhinset e përthyera me kyçet jashtë, po unë sërish vazhdoj të vishem holl dhe të nxjerr barkur edhe kur moti shënon -50 gradë. Nuk kam ndryshuar, po të shënë si Kristolli. -50 gradë. -50 gradë, Kristoll është. Është temperatura që Jo, se ma Kristolli me bark jashtë, me xhinsa të është përthyera. temperatura që vetë s'kini jeans. Doja t'i thoja zyshës së anglistës në gjimnaz, faleminderit që ke pasur besim të unë dhe të ëndra ime kur askush nuk besonte, as familjarët e mi. Dhe ja ku jam sot, punoj si nail artist me mirë në zonën Së të më falë. Edhe mua. S'dua të gjykoj profesione, po. Faleminderit që më suportove dhe unë përfundova lavazhiri më I mirë I qesës. Faleminderit që më suportove dhe unë përfundova qofte bërësi më I mirë I kombinatit. Sot e thoja. Dikush besoj të kundë, ja ku përfundova sot. Faleminderit që anglishtës. Thank you. Isha në gjimnaz dhe atë kohë isha shumë e ngarkuar emocionalisht nga problemet familjare, shoqëria e të tjerë. Një ditë në orën e gjuhës shqipe, mësuesja na kërkoi të krijonim një ese me temën Jeta ime, dhe unë fillova të shkruaja në të se si ndihesha në të vërtetë. E dorëzoj fletën, ndërkohë që mësuesja ja kishte dhënë këtë fletë psikologes së shkollës, dhe psikologja kishte lexuar këtë ese në sallën e mësuesve dhe në qytet kaq të vogël ku unë jetoj. Fal, o zotëm fal. Jam shumë, thon, a mund ta rikrijojmë faktin se si e ka bërë kjo psikologja gjithë të leximin para mësuesve? Zysh eseja me traumat e jetës time. Solli rrëfimin e jetës kja. Gjoni, përse kjo është pjesa më e fortë. Babi më degeneronte më rrifte. E shkreta. E ka bë dhe se. Matias, një fëmijë I bullizuar për 3 vite në gjimnaz për shkak se kishte vështirësi në të folur. So cute. Se ishte oja më e gjatë. Matias, një fëmijë bullizuar. Ani neve do gjejmë
kolora, do gjejmë kartona, çdo gjë që ta bëjmë kartonus, kolora. la postila, La postila. We will find some correctors. We'll try to find everything, you know, some calculator, some vinylin. Vinylin, some pancarta. Yeah, like pancarta are really important. Some stilolabs. Kemi një surprizë për ty, me që se po vjen tek Mars. Një mimoz, këto i Kemi një surprizë për ty dhe surpriza është para aty. Si mund t'jetë surprizë kur ti po ja tregon, e kupton? Është të mëshme. Unë me kem kanë ardhur si ato të ditët shqiptare, kam menduar shkreta që i ka bënë surprizë çuni nga jashtë. Goci tu dhën lule, mimoza fare. Që i mblodhe ke liçeni. Qartë. Këto i kemi kaputur vetë me doçkat tona. Kemi edhe një kartolinë. Po dua që të na lexosh ti. Për të rënë? Lexon dot? Di me lexuti? Mos i gjepa. Ti lexosh? Ë? I di çfarë shkronjat? Analfabete? Ti. Hey! Ose pse ka shkuar ku po e arrestojnë. Ti! Kush? Çka kam bër? Ti, aty. Na falule. Çdo sakrificë ka vlerë dhe kurazh e padukshme. God love you. Wow, sa bukur. Fakti që Çka thëmë? Goats, kam atë shkruajtur në fund të letrës, goats love you. Cost love you? Cost love you. Love you, Kosti! Love you, Kosti! Love you, Kost! Bravo, Kosti! Chat room-i tani, se goatsin e ka lume. Iku, qoftë më aq. Ju kemi në tim të bujshëm, duhet ta Nëse ju keni këtë energji dhe unë po flas kështu, t'ju haj mortja të gjithëve. E këtimi tim të bujshëm sa fatos nga varas jeri. Gjinkallat nga mbrapa. Soundi këtu. Rikthimi i bujshëm? Rikthimi i bujshëm where? Where? Në asnjë mënyrë nuk mund të funksionojë lidhja kur mashkulli sjell më pak para në shtëpi se sa femra, sepse po, ndjesia e djalit është e drejtë që ai e ndjen veten më pak, sepse në fakt ashtu është më pak. Në fakt ai është një pabuk, nëse nuk ka lek për të mbajtur të Ashtu është, po. Me qëtësi më të madhe argumentin të gjenerues. Mendoj që do të shtuar një karrige tek pamanuali, po nuk di nëse gosat e pamanualit janë shumë të hapura, duke parë shikimin e Xhesit tu, që ta marrin misin dhe ta fusin si anëtarë të katërt. Meshku kështu janë, të vobek, i paaftë, ai zot jetoj, zot filloj. Nuk është lidhja të dalësh te liçeni tash fara apo byrek apo ku ta dion. Në qoftë se një vajz, ja një sekondë. Pse logash dot Juli? Unë daj te liçeni ha byrek dhe ha fara. Çka ka? Është okej. Mo më kanë thënë në takim, nuk e ngën fara te liçeni. Nuk është e keqe. Kemi të pirë kripën të dy buzdiqeni. Është romantike. Ju se kuptoni. Dhe koha që unë të jap Julit avantazhin e parë. Edhe të vetmin. Jepi se kishte nevojë. Tani Juli, unë do të pajisoj një zile. A mund të bëj fatosin me flok? Ja. Tudem si avantazhin tim. Ai kloka? E kloka rëndshëm Queen. Në mungesë time ishte një përfaqësuese shumë e mirë. Si ka mundësi që pas 3 viteve ky person ishte akoma aparencën. Nuk është thjesht kaq. Ai ishte edhe karakterin, që karakteri kur ky i thotë që hajt dhe shkojmë bashkë në palestër, kjo nuk do të thotë se jam rahat. Çfarë lidhje ka karakteri me shkojmë në palestër? E tregon shumë karakterin kjo. Palestra janë ushtrimet e karakterit, është bicepsi, bëhen 3 sete karakter. Në një lidhje partner, mos marr për gocën që janë keq, po të marr për çunat. Partner mund të 300 kg. Sigur e thua për gocën që janë keq. Mos marr për goca se me vërtet urrej, po jo kaq shumë. Po jo kaq shumë. Po e marr për çunat se ti shaj prap. Partneri mund të 300 kg do, se për gocat që janë keq, pse nuk janë keq për çunat? Nikosh paparazia është, po ku është barazia? Unë jam ajo lloj femri që dhe kur shkoj te marketi po shtëpis shkoj e kuruar, dhe nuk e lej kur vetëm pas dore. Asë duar të kasë. Bravo, wow. Është femër. Artemisa është shkruar nga një mashkull. Të ndjesh rahat do thotë të jesh dhe ashtu pa make-up, dhe pa ato qërpikët falso, të jesh edhe ku ta di unë zbathur, nudo. Zbathur, nudo, i vrarë, pa brek, pa bukë. Si pak që fillim t'ja bën, po çfarë thot Fatosi? Pastaj Fatosi, masi thon ti këtë thot nudo, e vdekur. Pa brek komplet.
është këtë Jam okej. Është okej. Daloni së prodhuari direkt. Ti s'e ke provuar ç'është dashuria. Keni marrë njerëzit në qafë. Ti kurohesh? Kisha pa në herë protest më pa lidhje. Ndaloni të prodhuari byreqet e lushnjës. Po i merrni njerëzit në qafë. Boll. Se vetëm lushnja prodhon byreqen pak. Një përqafim në grup, një përqafim në grup. Një përqafim në grup, Flori shkoj të mrapa. Si një përqafim. Ai shoku që përja sot pa dashje. Dhe jemi te pjesa fundit dhe kam një pyetje për ju. E mbani mend top 5-ën? E mbani mend? E mbani mend unë ndërtoj veshin. E mbani mend? Kemi top 4 që tani vaj. Hoqim një vend. Dhe të top 4-sha kemi top 4 emisione që duhet mbyll për ne. Jo këtu në Andale, of course, po emisione që janë Po na jashtë. lutet mjaftueshëm mund t'i themi edhe këtu në Andalen. Po jashtë, po shkojmë pak jashtë, domethënë tek emisione që mendojmë që e kanë humbur pak sensin, qëllimin e tyre dhe neve na duket kot. Për mu, fillim është portokallia. Portokallia mendoj që, më thënë tani është bërë kjo gjëja që njerëzit më shumë përdorin faqe TikTok-u, faqe Instagrami dhe bëjnë reelsa shumë të shpejta që e konsumojnë njerëzit humorin pak më shpejt sesa të marrësh aktor, ndritshim, veshje, gjithaj produksion i madh që tani nuk ndiqet më aq sa ndiqet, se ka qenë idol portokallia. Atëherë tani është bërë thjesht një shfaqje mediocre. Ne pash tani afër dhe si nuk kam qeshur me asgjë dhe kishin bërë gjysore Big Brother. Po s'kan qa bëjnë. Kemi 2 bigje në javë. 2 bigje? 2 bigje. Kemi dhe një aty 3, do nisë e ferma vi 5. Po gjithësi, imitimi është okej, po imitimi këto mund t'i bësh dhe bam bam 15 sekondë, sepse do të bëj një shfaqje e tërë me aktor, se është gjitha. Pse po merre me rrogat e tjera? Ti je kot më, kot. Nuk bën. Nuk bën më. Dhe kush nuk bën më tjetër me qenë te topi as për puthen. Wow. Dashurinë po gjet aty. Meme okej, hajde më kemi, po kemi dhe meme të tjera që mund t'i konsumojmë. Për çfarë është, nëse nuk gjen dashurinë, i ka humbur thelbi emisionin. S'ka më për puthen. Është për memen. Vetëm për bërë meme dhe për të zënë për kështu. Është okej se kjo shet. Por që s'ka më sens. Dhe se sezoni 2 ka qenë fantastik. Po. Ai ka qenë, ka pas dhe drama, por ka qenë nese, okej. Tjetër, Mi mbrëma yje, po Kids. Mi mbrëma yje është emision fantastik me të drejtë, më pëlqen shumë. Po Kids? Po Kidsi. Qa më duhet mua, qa thot Arbioni, qa mendon, a i bie violinës, një fëmijë random. Po, një fëmijë random, intervistë serioze me... Sëstisht bën sens, nuk i bën sens, nuk i shon as formatet Arbanës, mendoj unë. Edhe Arbanës që thëll po tallet me atë fëmijën dhe është... Ka thonë e fjalla i, ashtu, analfabet. Na falë bana. Dhe e fundit, është zonë e lirë që duhet ishte mbyllur me kohë. Zonë e mbyllur! Duhet ishte zonë e mbyllur! A është për kohën e vetë ka qenë dedjet lutem, wow, bam, bam, kështu, po tani ka ikur koha, s'ka më merte personazhe atëherë. I ka humbë esenca, dhe kur një emision i humbë esenca, S'ka më zonë e lirë, zonë e mbyllur. Unë që më shmarë goja 1 milion herë të emision, gjithsesi me që i ka ikur koha të zonë e lirë, ne ku dhe koha neve xhirimi, kështu që nga unë dhe nga Juli, puçi! Andale!